A di çka ka ngjo syfyri? Edhe podcastin syfyri kisha fjalën që nga natyra e njeriu është që e nisi diçka vrrullshëm. Edhe muj i mallnushëm nis vrrullshëm. Pastaj siç e ka natyra njeriu bjen në normalitet. Kur bjen në normalitet, aty duhet me pas kujdes. Pra, mos me e lën që të kthehet në monoton. Dhe gjendja shpirtërore që ne mundohemi të krijojmë së bashku me përmendjen e të gjithë fuqishmit. Se si thot Kurani vëlla, dhe përmendeni Zotin shumë që të shpëtoni. Nuk ka ilaç më të mirë për shpirtin. Nuk ka ilaç më të mirë për të largu stresin. Nuk ka ilaç më të bekuar se sa Zoti të jetë në jetën tënde. Dhe një nga gjërat që Zoti është në jetën tënde është kur e përmend atë. Kur përmend gjërat e besimit. Dhe kjo e bën Ramazanin që të kalojë i gjithi në gjendje shpirtërore shumë të mirë. Se thot pejgamberi alayhis salam, kush nuk lën fjalën e keqe, veprat e këqija dhe ignorancën muaj të Ramazanit, Zoti s'ka nevojë me lënë ushqimin edhe pijen. Pra ky podcast është i rëndësishëm, inshallah edhe gjithë podcastet e tjera ose gjithë ligjërimet në çdo orar ditës si në syfyr edhe në kohët e tjera. Bën që njerëzit rriten nga ana shpirtërore. Bashkë me ne. Dhe ne ta marrim bekimin e të madhit Zot që në mëngjes. Kjo e bën që jo vetëm ditët e para dhe 10 ditët e fundit, 10 netët e fundit të jenë të fuqishme, po i gjithë muaji Ramazanit të ketë një gjendje të stabilizuar, të fuqishme shpirtërore, se duhet ta pranojmë vëllaim. Që nëse flasim për një kulm devotshmërie, aq sa mund të arrijmë, kulmi i devotshmërisë arrihet në muajin e devotshmërisë, në Ramazan. Dashje pa dashje, gjatë muajve të tjerë, ne nuk e kemi këtë infrastrukturë shpirtërore ideale të jetës për të bërë devotshëm si në Ramazan. Dhe kjo nuk është vetëm Shqipëri, kjo është shumë e fuqishme në Kosovë, shqiptarët e Maqedonisë, besimtarët musliman, po kjo është gjithë botën, nuk është se vetëm ne kemi, gjithë botën, po ta shohësh, Ramazan ndryshon e çdo gjë. Pra elhamdulillah, falenderojmë shumë Zotin që ka njerëz në tokë, e di çam kënaq. Besimtar ka shumë. Por në muajin e Ramazanit Zoti adhurohet shumë në tokë. Kjo mund të kënaq pa mas. Sepse nëse kjo tokë ka një vlerë, nëse kjo tokë merr një vlerë, e merr me zjarrsi, po them, kur falenderon atë që e dhuroi. S'ka gjë më të bukur se sa kjo. Pra, na takon ne si njerëz, se ne nuk jemi inteligjencë artificiale që është me buton. Ja. Dhe është programuar vetëm për një gjë. Ne kemi vetdije, konsciencë dhe liri. Dhe kjo liri na bën që të bëjmë dhe keq dhe mirë dhe të respektojmë Ramazan. Edhe mos ta respektojmë, edhe të themi faleminderit Zot që tokën na dhurove me gjithat mirat, edhe e kundërta kësaj. Prandaj jam i lumtur që gjithë besimtarët muslimanë dhe muslimane, gjithë besimtarët dhe besimtarët e Kuranit famlart, në këtë muaj e adhurojnë dhe e falenderojnë shumë Zotin. Kjo është një nga mrekullitë më të mëdha që mund të bëjnë njerëzit në raport me Zotin e tyre. A ka për të përmirësuar sa të dush vëlla? Që më kujtove në momentin që thënë si jemi aj, më kujtove në momentin e 2 rekatëve Xhibrilit me 2 rekatë që i thotë Allahu për njeriu, ku ka emocioni, ka kundërshtini, ka gjitha. Dhe gradualisht po futemi gradualisht po futemi në temë. E kemi lënë domethënë kur profeti sallallahu alajhi wasallam ju është dhënë leje për të bërë sejdë dhe lut Allahun me emra të cilat do të inspirohet në atë ditë që është, dhe pastaj fillon pjesa e kemi lënë të ardha. Shefatin, ai quhet shefati i madh. Pra shefati i cili gjithë njerëzia, që është mahsher, komplet nga Ademi alayhis salam deri ke i fundit, e falenderojnë, si më thon pejgamberin alayhis salam për këtë kontribut që jep në ditë për të filluar dita e gjykimit. Zoti i ka thënë Kur'an, falu natën o Muhammed, kjo është obligim për ty dhe jo për tjerë. Pejgamberi selam e ka pas obligim namaz në natës. Gjithë imeti i tij është i përjashtuar përveç atij. Po. Pra pejgamberi selam ka pas obligim namaz në natës për atë vet. Asa rabbuke, shpresohet i thot kur ti të falesh natën,
shumë, Zoti të t'japi një vend të nderuar. Për vendin e nderuar, kur e komentojnë komentuesit e Kuranit, është fjala për shefatin e madh. Asa rabbuka yeb'athaka maqaman mahmuda. Shpresohet shumë që Zoti do t'japi ty pozicionin e nderit. Se pejgamberët, vëllai i dashur, kanë pasi garë me njëri tjetrin. Garë. Kush e kush të jetë më afër Zotit gjithësisë. Garë e bukur shumë. Pra, Zoti ja ka treguar rrugën dhe ato kanë bërë të pamundurën të jenë të parët në këtë rrugë. Gjithë secili prej tyre. Por me zemër të pastër për njëri tjetrin. Duke ju bërë qefi shumë për pejgamberin tjetër që është shumë i devotshëm, por duke synuar edhe vetë me e kënaq Zotin e gjithësisë sa më shumë. Për shembull, t'japi shembull për këtë. Në xhennet është një vend që quhet Wasile. Vendi Wasile në xhennet është vetëm i vend më i lartë i xhennetit. Pejgamberi jon i dashur Muhamedi alayhis salam ka thënë kur thritet ezani, mbasi mbaron, e mira është kur dëgjon ezanin ti thosh fjalët si muezini. Pastaj është i lutje. Në fundin e lutjes thot Allahumma ati Muhammeden wasiletu wal fadile. O Zot, jepi pejgamberit ton wasilen, është ky vend. Fadile është shefati që po fliçim. Thot pejgamberi selam lutuni për mua mbas ezanit, më japi Zoti wasilen. Është një vend xhenet që është vetëm për një person, nuk shkojnë dot dy. Pra në atë garë janë Nuhu alayhis salam, Ibrahimi alayhis salam, Musa alayhis salam, Isa, Jezusi edhe Muhamedi alayhis salam. Këto të pestë kanë synu këtë. Si më thon kampionin e xhenetit, pa e them me terma të kuptueshme sot. E pejgamberi alayhis salam thot kërkojeni për mua wasile, unë do bëj shumë shefat për ju ditën e gjykimit. Sepse unë shpresoj, thot, ti je ai që do ta arrijë këtë. Pra e ka vënë synim, synimet e tyre kanë qenë të larta. Shumë lartë. Kuptohet në raport me të madhin Zot. Për këtë arsye që ne po flasim është shefati, është një nga ngjarjet më të mëdha që ne e përmendëm. Çai thot Zoti, "Çou Muhammed, lutu se do t'jepet. Kërko shefat se do të pranohet." Dhe pejgamberi alayhis salam do bëj dy gjëra. Themelore po flas. E para thot Zot, bëje ditën e gjykimit, pra filloje që të gjykohen njerëzit sipas veprave që kanë bërë, kuptohet brenda gjykimit ka mëshirë të jashtëzakonshme. A di si është thënë Allah? Kur fillo Zoti, sepse pejgamberi selam ka thënë Zoti ka krijuar 100 mëshira. Një e ka vendos në këtë botë, ku nëna e mëshiron fëmin edhe kafshët i mëshirojnë të vegjëlit e tyre, 99 mëshira i ka rujt për ditën e gjykimit. Kur fillon thot mëshiroj i gjithë mëshirshmi, ai shumë mëshiron krijesat e veta sa fillon shpreso shejtani mos po e mëshiro. Pra shiqyr Zotit në ditë të madhe, mëshira e Zotit është e pakufishme. Dhe pejgamberi selam thot, o Zot, hape ditën e gjykimit. Për të hap mundësinë që njerëzit shkojnë në xhenet. Dhe e dyta ka thonë ummeti, o Zot, mëshiroj ummetin tim, se çdo pejgamber ka pas një përgjegjësi me ummetin e vet. Muhamedi alayhis salam, se jemi duke dalë nga kjo ajo, po janë gjëra të rëndësishme që e plotësojnë mozaikun e asaj që do shpjegojmë. Patjetër. Pejgamberit Muhammed, se ne nuk kemi tani duhet ta dëgjojnë këtë vëllezërit dhe motrat. Ne vëlla nuk kemi tifozlik në fe. E kam thonë dhe herë tjetër, po do ta them gjithë jetën, po edhe në këtë Ramazan. Unë jam me, po them, kod me Barcelona. Lume i ekipi është më mirë tjetri dhe fiton. Allah, ai që është tifoz do gjej mirë argumente që Barcelona ishte më mirë. Që Juvia ishte më mirë, që Reali ishte më mirë, apo ku diun ekipet. Pse kjo është tifozlik, në fe nuk ka tifozlik. Në fe ka argument. Tani, ne themi si musliman, a themi ne që Muhamedi alayhis salam është pejgamberi i fundit? Sa. Tani ka pas kohë njerëzimi 1450 vjet me dali 100 profet më vëlla. Po, të vazhdonte. Po si mos vazhdonte vëlla? Dhe zakonisht gjërat që bën njeriu imitohen. Në futboll për shembull, po ti radhisesh ke futbollistë të mëdhenj po që janë imituar. Ke, po them, të hym pak. Ke Maradonën, erdhi Messi. Njëjti nivel. Pra se njeriu përsërit veten kur është për njeriu. Ke i këngëtar shumë të madh vitet 50, e ke edhe në vitet 90, e ke edhe sot. Në çdo fushë imitohen gjërat, po më fal.
Ke shkencëtar, për shembull Newtonin. Para shumë shekujsh ke edhe Einsteinin, fenomen të madh. Ke Sokratin, po ke edhe Platonin, po ke edhe Aristotelin. Pra, në çdo fushë imitohet s'është njerëzore vëlla. Është brenda një kapaciteti që mund ta arrijë çdo kush. Krijohen rrethanat, kushtet. Më fal vëlla i dashur, 1450 vjet, pse s'doli profet? Pse? Se çështja e profecisë nuk është çështje që ta jep ty ndarkët në bosh profet. Jo vëlla. Nuk është si fushat e tjera që imitohen. Po nuk ta dha dhe të përzgjodhi, nuk e bën dot, bëhesh qesharak. Ka dalë në një, po kanë qesh dhe njerëzit e familjes vete, kanë qesh bota duke e vënë lojë dhe s'ka pas asnjë lloj suksesi dhe është bë kaotik rrugës për të qesh. Ne po themi pejgamber në të njëjtë cilësi si Muhamedi alayhis salam, si Isai alayhis salam Jezusi, si Abrahami që vazhdon mas mira vjetësh të jetë kollozi pejgamberllëkut, si Musai. Pra, të vi duke i plotësuar gjithë kriteret që plotësuan ato. 1450 vjet ka qenë kohë mjaftueshme vëlla. Pra duhet të them që s'ka tivozlik. Për shkak vjen një, e ftojmë tu më vëlla. Këtu të vi bashkë me ne, të vi një, dytë na tregojnë për një profet tjetër, ndoshta nuk dim. A? Pëlqen. Po tamam, jo më e kam me gjithmend. Jo me gjithmend e kam dhënë pëlqen se nga që nuk. Po jo më të vi, për Zotin të vi, po do të djersitet. Se kur të thot në një qesharak pastaj kur t'i japim ne 1000 argumentet pejgamberit Muhammed, kur t'i themi na shpërmend librat e shenjtë, ai do të ngrehet nga tavolina se do qeshin gjithë që na dëgjojnë. Ti ja kupton që Zoti i gjithësisë i thot Musait në 10-ën e vjetër, ke Deuteronomi, do të bijë një profet nga vëllezërit e juaj, i thot Musa i madh, pejgamberit që i foli vet. Ai i thot është nga mesi i vëllezërve të juaj. Fjalët e mia do t'i vendos në gojën e tij, dhe ai do të ketë suksesin e madh prej meje. Tani bëjnë analist kristian, musliman, që kush është nga vëllezërit e juaj? Arabët pra, vëllezërit e izraelitëve janë arabët. Si thamë ne, luftrat bëhen se i teken njerëzve. Po të marrësh nga Abrahami, hebrejtë dhe muslimanët janë vëllezër nga baba, muslimanët arabët. Ismaili dhe Isaku. Tani o duhet gjenë gjuhën njerëzit që janë vëllezër nga baba, nuk e di kush duhet ta gjej. E ne shohim që vetëm luftojnë. Po kjo dhe njerëzit ngatrohen, thonë feja, jo nuk është feja. Feja është tjetër gjë. Fiks. Feja thot martohu me hebrejen, martohu me kristianën. Meri për nuse, kur ti mor si nuse, ti thosh, djallëzore, qafire, kështu ti thosh, apo do shkosh në shtrat me atë të flesh natën. Tani mos bëhemi qesharak pra këtu. Shpjegojmë gjëra esenciale. Dhe 1450 vjet valla kanë qenë mjaftueshme për i pejgamber me dal. Po s'ka për dal derisa të shkatërrohet kjo botë. Tani pejgamberi jon me këtë ka një privilegj. Sa po flisim si ç'është edhe mjaftueshme koha që 1450 vjet me këtë zhvillim që s'ka sot justifikimi ta gjej që nuk ka qenë i vërtet. Ore ti ose kundërta. Po, të dyja bashk, po logjikisht, po ti ishte njerëzore do kishte dalë valla se s'tfal njëri ti imitonën e bën dhe më mirë se ty. Ti bashkojnë gjithë ChatGPT-t e Gemini nuk e bëjnë dot më valla, dhe nuk kanë për ta bë. Jo pejgamberin as Kur'anin nuk bëhet, se është për të madhit të gjithë fuqishmit. Për Zotin s'është çështje, jam i hapur të vinë këtu aku të shohin numrin tim, thonë du të pi kafe mas iftarit. Me qejf valla, sepse jemi të hapur, nuk kemi gjë me pasion. Si jemi musliman, një gjë pash i pejm që u rrëzu dhe u bëra musliman. Jo, më valla, se kemi kalu jetën duke lexuar, duke medituar, duke pa argumentet, nuk kemi kohë të humbim asnjë. Nuk kemi njerëz anonim që s'kemi ç'a bëjmë dhe bëhemi besimtar se na janë mbyll gjithë rrugët e tjera, i kemi pas hapur autostradë gjithë rrugët, jemi bërë me ndërgjegje të plot, kemi harxuar rinin ton, jetën ton, çdo gjë, vetëm me qenë korrekt me besimin ke Zoti. Sakt. Po megjithatë prapë jemi të hapur sot. Me bisedu me gjithkënd, me shumë kënaqësi për të vërtetat e mëdha të Zotit të gjithësisë. Tani, çfarë është privilegji? Privilegji është se ishte herë pejgamberi me Xhebrail Eminin. Sot jam çudit. Filloi duke mi tregu Xhebraili popujt e mëparshëm. Kompa i pejgamber thot 3 vete kishin pasu. Kampanjë tjetër thot nga gjithë populli i pejgamber dhe vetëm një. E çuditshme. Pastaj thot kampa i pejgamber vetëm. Asnjë se kishte pasu. Pastaj thot pash që qielli u mbush. Pra, e kështë nga aspekti vizual Xhebrail Emini. U mbush qielli lart, si me pa shumë njerëz. I thash,
Xhebrail, a janë këto imeti im? Tha, jo, këto janë imeti Musas. Pastaj thot pash që jo ishte mbush qielli, po ishin mbush gjithë skajet e qiellit. Po këto Xhebrail kush janë? Këto thanë Muhammed, i thot Xhebraili, këto Muhammed janë imeti jot. Allah. Tani, kjo është thonë kur? Para 1450 vjetësh. Kishte pas bota edhe 100 vjet jetë, ishte bo kiameti, kishte mbaru. Do kishte dalë profeti Muhammed i çuditshëm. Ose e thakte, Po, ishte tret si fe. Beni Israilet ishin miliona. Po. Vetëm kur kanë bo hijretin e tyre për në tokën e shenjtë kanë qenë 600.000. Imagjino se për çfarë bëhet në kohën e Musait dhe miliona e miliona. Tani ky pejgamber që thot qielli ishte mbush me të Musait, po qielli dhe gjithë skajet me imetin tim, do të flasësh për miliarda se lloj tjetër s'ke thënë gjë. Dhe vllai dashur ne jemi të folë sot elhamdulillah. 2 miliard. Po me miliarda pra ka kalu kjo çështje. Për shkak të vërtetimeve të asaj që ai tha. Prandaj tha, shumë nga imeti im do ta mbushin xhenetin. Po pra se do vite koha me miliarda. Në vitin 1800 është bërë 1 miliard si parë, sot jemi 8 miliard. Imagjino në këtë hov, imagjino në një fe që quhet Islam që është goxha e natyrshme që njerëzit do kthehen patjetër. Do kthehen vëlla se do gjen Zotin, do gjen shpirtin. Do kthehen sepse është e natyrshme, nuk të lodh, e kombinon këtë botë me botën tjetër, e kombinon mendjen me zemrën, shpirtin me trupin. Nuk të thot falu gjithë ditën, po të thot falu pak aq sa duhet, po je mirë me prindrit, je mirë në familje, je i dobishëm për shoqërinë. Kush nuk e don këtë vëllai dashur? Don ti ta shohësh një person që i falet Zotit, agjeron, i bë respektin prindërve, e respekto pa fund nusen, i rrit fëmijët më aq sa ka mundësi me risk edhe me shkollim, është i mirë me njerëzit, nuk i bën dëm, del nga shtëpia thot për Zotin sot si bëj dëm askujt. Për shembull, ose del edhe ku ka mundësi, jo si bën dëm, po i bën ndaj të mirë. E don ti person tillë apo se don? Kush se don shoqëri këtë? Me i pas rrethëqar komshiet gjitha ndrohet jeta. Po pra. Apo do atë që i bie buris del nga makina të vret, cilin don? Apo do atë që për i femër janë vrar gjysma fisit? Apo atë që ecën shpejt edhe ta shkel fëmin? Apo atë që pinë dhe shko rreth bashortë në shtëpi? Apo bashortë në shtëpi turi fëmijët ai shko tradhto? Më thuaj çim do? Parin pra, se ne për ne zgjodhëm këtë rrugë. Është edukata që ne na mëson i madhi Zot, duke mos bë perfektin, a? Tani u vërtetu prapë pejgamberët që tha unë pash në të gjitha skajet umetin tim dhe sot janë bërë me miliarda. Po tani jemi 8 miliard vëlla na doli i profet. Se nuk mundet dot. Tani pejgamberi alayhis salam futemi pak në temë, sepse shkoje i çerek, u bëmi gjysore sikur sa fillum. Tani jo i gjysori se 5 minuta. Ummeti. O Zoti umetin ti, pra dy gjërat, hapet gjykimi. Tani ndodh vëlla ngjarje e madhe. Kjo është e vërtetuar në Kur'an, se ne nuk flasim këtu vëlla fleta unë 2 orë sot pas sa ëndra, po viti them këtu, ne po themi atë që na ka mësuar i madhi Zoti dhe atë që e ka komentuar pejgamberi alayhis salam. Në fe nuk flitet vëlla ëndra, as filozofi, ishte për filozofisë vite pejgamberi fare flit që njerëzit për Zotin çfarë dëshirojnë dhe mbyllet tu. Zoti foli vetë sepse ne nuk e kuptojmë dot Zotin. Mbere një person që ka 200 vjet që ka vdek edhe thuj vëlla merr celularin puno. Futu çik Facebook, pastaj në Instagram, WhatsApp, nuk e kupton dot. Imagjino tani Zotin e gjithësisë. Dhe Zoti e shpjegoi veten e tij. E kemi biseduar duke duan që bonte sejdë. E kemi biseduar që thoshte Allahume inni a'udhu bi ridhake min sakhatik. Që Aisha nuk e gjeti në shtrat pejgamberin edhe nga që ishte errësirë, pastaj e preku ke këmbët ai po falej. Aisha mendoi mos ka dalë. Dhe pejgamberi po thoshte Allahume inni a'udhu bi ridhake min sakhatik. O Zot, kërkoj kënaqësinë tënde ndaj hidhrimit tënd. Kërkoj faljen tënde ndaj dënimit tënd. Kërkoj mbrojtje tek ty nga ty. Unë nuk mund të përshkruaj aq si përsos sa jetit, ti vetëm ti mund ta shpjegosh përsosmërinë tënde. Sa e bukur, pra kur bëhet çështja për Zotin, tani mund dali tjetër flet, a kupton, ti do të buzëqeshesh e do e kalosh se fillon ai jep mend. Ai thot Zoti është dashuri, ko pa lidhje, ti i thu vëlla ti se ke den kush o Zoti.
Se Zoti është dashuri, është mëshirë, po është dhe i drejtë që dënon. Nuk është Zoti ai që mendon ai që s'ka lexuar as i faqe Kurani. Zoti ka 99 emra dhe cilësitë. Kur ta gjykosh Zotin si than për Kuranin, gjykohet me riajet, imagjino për Zotin. Zotin duhet i njohësh 99 emrat edhe cilësitë e tij që ti të krijosh i konkluzion. Sa që s'kan lexuar asnjëherë për fen, po i një gjoj, e ke parasysh, nuk s'ja vlen. Ai Zoti është dashuri, s'ka nevojë të dënoj. Po të vinë njëri ti vrasë herë kalamajt, i ngultikën i pari ky, Zoti nuk bën asgjë, ky e kupton një kaotizëm pa lidhje. Se nuk e njeh vëlla, nuk e ka iden. Zoti është shumë i mëshirshëm. Zoti është Wedud që i don shumë, po Zoti është dhe ndëshkues për kriminalët, se nuk i pret dot me trëndafila. Se do ishte padrejtësi, Zoti zbuhet dot i padrejt. Si të t'japi gjitha të mira, të t'udhëzoj dhe për mirë, dhe ti të bësh 1001 të zeza. Dhe Zoti është, jo, po bëjnë kështu, Zoti dashuri me trëndafila. Ti ndodhin familjet vet, thotë jo, që ka Zoti i padrejt që i jep mirësi edhe këtyre. Pra duhet jemi të kujdesshëm. Megjithatë ne do tolerojmë. Pra do tolerojmë që njerëzit ta shikojnë në këndvështrimin e vet dhe kështu u luste pejgamberi për sa i përket Zotit. Çfarë thot Kurani vëlla për gjykimin? Kella idha dukketil ardu dakkan dakka. Dhe thot kur të dridhet toka me dridhjet një pas njëshme. Kemi lexuar sure, po nuk është ky çasti. Tham idha zulziletil ardu zilzala, kur dridhet toka, ajo është kur bëhet ringjallja. Dhe të dalin çfarë është në përvarre, dhe të thot njeriu çfarë po ndodh sot. Ajo është dita që ndahen thot njerëzit për të parë veprimet e tyre. Kush punoi një vepër të vockël sa grimsa e mirë do ta gjej. Kush bëri një vepër shumë të vogël, të keqe sa grimsa do ta gjej. Ky është nga jetët më gjithë përfshirëse. Tani jemi vëlla i dashur ke të dridhet toka në dridhjet kella idha dukketil ardu dakkan dakka. Kur fillon toka dridhet dhe nuk është tërmet që mbaron shpejt. Dridhet dhe vazhdon. Çfarë ndodh vëlla? Pse ndodh kjo? Njerëzit janë në ringjall. Pra kanë kaluar dhe është bosh shefati. A tha profetit filloi dita e gjykimit. Dita e gjykimit fillon kur vjen Zoti i gjithësisë. Dhe kur të dridhet toka me dridhjet një pasnjëshme, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Vjen Zoti yt thot, dhe engjëjt të rreshtuar me rreshtim perfekt, preciz, për nga respekti dhe frikë respekti që kanë për të madhin Zot, ato zbresin nga skajet e qejve dhe gjithë në rresht deri në tokë. Imagjino se po pritet sundusi suprem i çdo gjëje. Thot vjen Zoti i gjithësisë vet dhe engjëjt në rreshta. Tani, dietarët kanë shpjeguar gjë. Kur thot vjen Zoti i gjithësisë, si vjen? Thot vjen siç i takon madhështisë tij. Për çdo gjë që ti, për shembull, fillon mendon si mund të vi, çdo gjë që mendon ti s'është e saktë. Pse? Kurani ka thënë lejse kemi thlihi shej. Ati nuk i përngjan askush. Çado që përngjan Zoti me mendjen tënde nuk ja ke qellu. Ai është gjithmonë tjetër, sepse tani po flasim për. Domethënë është si puna e celularit që e shpjeguam. Që një parë 100 vjetësh, sa do t'i thojsh ti për celularin nuk e kuptonte dot, nuk ta shpjegonte. Imagjino Zotin e gjithësisë. Pra thojnë dietarët, ka thonë ajeti vjen Zoti yt dhe engjëjt të rreshtuar në rrjeshta preciz, por kur thu vjen Zoti, nuk ka imagjinat më. A ditë kur ta shikojmë do ta kuptojmë. Në kohën që Zoti gjithësisë, shiça ndodha me pak përshkrim. Një re e çan komplet qiellin. Kështu është përshkruajtur. E çan qiellin që është kriju mbasi është bo kiameti, që është prapë në ekuilibër. Engjëjt mbasi e çan kjo qiellin, edhe duket nga toka, engjëjt zpresin me miliarda dhe morin formë të rrjeshtave preciz. Dhe kur Zoti Xhelle Xhelalu po vjen, thot Kurani tani, wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha. Dhe toka fillon thot ndriçohet me nurin dhe me dritën e Zotit vet. Pra imagjino çfarë skena, një re që e çan, një re, jo si këto re që shohim, re, Zoti e din se si, e çan qiellin, nga ajo rrjedhin engjëjt me miliarda dhe marrin rresht preciz në rrjeshta dhe frikë respekt maksimale. Njerëzit në tokë pishman për çdo gabim, në këtë çast, kulmi dhe krenar për çdo të mirë. Për shembull, kush ka agjëru në këtë çast, e
thot si spata jetë 50.000 vjet vetëm ta gjiroja. Sa ka thonë, dy gjë i ka dy gëzime besimtarit, një kur hapet iftari, një kur do të takoj Zotin e gjithësisë. Pra Zoti po vjen për gjykim, do të pyesi për këto gjëra. Ktu tani, kush ka bërë vepra të mira, shumë i lumtur. Kush ka bërë gabime, thot inshallah Zoti mi ka falë. Dhe këtu është çasti final, që Zoti Xhelle Xhelalu, o Xhelle Shanu, i lartësuar dhe i madhëruar pafund, vjen nuri dhe drita vjen para. Engjëjt janë dhe fillojnë disa nga njerëzit e tokës sot pyesin: a është Zoti me ju? Zvoglohen vëlla. Në kohën që vjen siç i takon madhështisë tij, do ndodhi një ngjarje vëlla. Ka thënë pejgamberi Muhammed alayhis salam, kur afrohet Zoti i gjithësisë për të gjykuar njerëzimin, nuk e përballojnë dot në çastin e parë dhe gjithë kalojnë gjendje të fikti. Allahu Akbar. Gjithë thot këndëllehen, gjithë kalojnë gjendje fikti. I pari që vjen në normalitet mbas kësaj gjendje thot jam unë. Por thot çuditërisht e shikoj thot Musain që është përmendur përpara meje ose nuk i ka ndodhur kjo gjendje për shkak të asaj që i ndodhi në Kodrën Tur. Dhe e shikoj Musain thot në të djathën e Arshit të Rahmanit, Zotit të gjithësisë. Pra nëse të kujtohet çfarë thamë për pejgamberin, çfarë privilegji kishte në fillim, që u ngjall, I pari. U vesh i pari, Ibrahim. profeti Ibrahim alayhis salam. Arsyeja ishte e zjarrit. Hodhën të zhveshur për ta turpëru, dhe Zoti e nderoi mes gjithë krijesave, dhe e nderoi, dhe tani një privilegj po tregojmë për Musan. Thot pejgamberi, unë jam ai i cili vi në normalitet përpara të tjerëve, se sipas besimit, kush ka pas më shumë besim, e bjen Zoti më shpejt. Kush ka qenë më i mirë, merr mirësitë më shpejt. Ligji i kompensimit. Ligji i kompensimit. Çfarë ka ndodhur me Musain? Pse? Musai nuk e përjetoi të fiktin. Po. Biles pejgamberi ka thonë, ai ishte para meje apo nuk ishte fare në gjendje të fikti, për shkak të asaj që i ndodhi në Kodrën Tur. Çfarë ndodhi në Kodrën Tur? Në Kodrën Tur, Musa alayhis salam e thret Zoti i gjithësisë për t'i folur dhe për t'i dhuruar Teuratin. Teurati nuk është si Kurani. Teurati ka zbrit i gjithë i përjerë, kurse Kurani ka zbrit për 23 vjet. Kjo është ndryshimi. Pra Kurani është jetë. Dhe simas jetës që ato bën, Zoti për çdo situatë jetë i zbrit sa jetë e Kurani. Prandaj thënë Kurani është jetë. Neve këtë Kuran, zgjuarësia e çdo muslimani në çdo kohë, në çdo situatë, në çdo trend, është që këtë Kuran e zbret në realitetin me cilin jeton. I ke pa ca ati që ngjajnë çuditshëm, thot për i çështje që është aktuale, ka thonë njëri para 800 vjetësh, mos e një gjë seriozisht atë vëlla. Ai që ka thonë dietar para 800 vjetësh e kanë pa në kontekstin e kohës vet. Në kontekstin e situatës vet, ti do ta marrësh gjithë kulturën, po do ta zbresësh atë në kontekstin e kohës tënde. Po pe një që atë që e ka dhënë menimin para 800 vjetësh, do me implementu këtu, ai vëlla është i rrezikshëm. Ai është kaotik. Ai s'ka kuptuar asgjë nga realiteti i Kuranit. Kurani ishte realitet për atë kohë dhe neve në situatat që na krijohen bëjmë një analogji dhe e shohim kontekstin e kohës tonë vëlla. Me marr para 800 vjet ta bëj haram futbollin. Okej. Nëse ka pas. Tani s'ka pas për ne. Musa alayhis salam kur i tha Zoti do vish në Kodrën Tur se unë do të zbres Teuratin dhe do të flas, s'kishte lumturi më të madhe. Dhe i mbledh rreth 70 vet më të devotshmit e Beni Israilëve, si me thonë dietarët, njerëzit e devotshëm, dhe i tregoi që do të shkojmë sepse unë do flas me Zotin e gjithësisë dhe ai si mëshirë të madhe do të na zbresi Teuratin, që Zoti e lavdron shpesh herë në Kur'an. Që sa i drejtë është i madh i Zot. Që këtu e kupton ti fenë e vërtet. Shpun ka tani Muhamedi arab të lavdroj Musain hebre. A është kështu vëlla? A do flasim drejt vëlla? Fiks. Po ti ishte se e ka nga vetja, do ishte fanatik për kombin e vet vëlla. Nuk do thotë fare që ky do çojë para meje, ai përjetoi të fiktin ose përjetoi, do rrisë vetëm vlerat e mia, do ta kishte. Vëlla lavdrohet Teurati, jashtëzakonisht ungjilli i Isait, lavdrohet shumë. As do thoja Ibrahimi do vishte para meje, do thosha unë do vishem, unë do t'i bëj gjitha. Atëherë Musa alayhis salam u gëzu shumë dhe i mori 70 për Ben Israilëve me vete. Gjatë rrugës,
Vlla s'kishte gjë ta mbante. Ato hecin, ky po thuj se vraponte. Nuk duronte dot vlla nga emocionet e mëdha. Dhe heci para të tjerëve. Kur u afër vendit që do takonte të madhin Zot, pra që do t'i fliste Zotit dhe zbiste Teuratin, e pyet Allahu Madhnushëm, Kur'an. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Tha o Musa, çfarë të shtyri të nxitoje para popullit tënd? Para pjesës popullit që i ke marrë me vete. Tha o Zot, ato janë gjurmëve të udhëtimit tim, pra e din rrugën. Wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Kam shpejtu, tha Zot, që ti të kënaqesh me Musa më shumë. Dhe thojnë dietarët e Islamit, kur ka vepra të mira sa më shpejt, për t'i bërë ato për ta kënaqur Zotin e gjithësisë. Dhe shkon Musa alayhis salam në kohën e caktuar. Në fillim do bonte agjërimin 30 ditë, që nuk dihet pa ndërprerje fare apo si, pastaj Zoti ia shtyr dhe 10 ditë. Dhe bëhen 40 ditë plota. Para, imagjino çfarë gjendje shpirtërore krijoi, imagjino 40 ditë vëlla, që ishte vetëm në atë vend dhe vetëm ibadet, vetëm adhurim, duke prit me mall ti folte Zoti gjithësisë. Shumë rregulla të forta. Po, sepse takimi ishte shumë i madh. Takimi ishte shumë i madh. Do fliste me Zotin e gjithësisë. Do merrte librin e Zotit Teuratin. Dhe i fleti madhi Allah. Për nga kënaqësia, për nga lumturia, për nga imani, për nga besimi. Imagjino më të fol vet krijuesi i gjithësisë, imagjino se si ndriçohen qelizat e trupit, e se si i gjithë trupi po i flet ai që e ka kriju. Ai ishte i gjendje emocionale, nivelit shumë të lartë. Ja zbret edhe Teuratin, pra e para i foli, po kur i foli, i kishte fol edhe në herën e parë që e bëri profet, po kjo ishte i çik e fol me më fuqishme. Pse? Kur i foli herën e parë, nuk dinte shumë. Bires kur e udhi shkopin që iku nga frika, o Musa tha, përballë me nuk friksohen dërguar, unë jam sunduesi suprem i këtij universi i ikën. Pra, ishte akoma në hapat e parë. Kurse këtu ishte formuar, këtu kishte kaluar shumë. Këtu llogariste më kush është faraoni, ju dukte drejtuesi i botës si insekt. Kishte kalu shumë gjëra vëlla të mëdha. Dhe tani ishte në kulminacionet shpirtërore. Sigurisë dhe dashurisë. Shumë. Dhe i zbret Teurati dhe i fol Zoti gjithësisë. Këtu Musaj bën një kërkesë më shumë emocionale se sa logjike. Për dashurisë. Po. Jo për dashurisë, po për marrëzisë të dashurisë. Po pra. Dhe bën një lutje shumë emocionale, po jo logjike. Jashtë ligjeve të fizikës. Jashtë ligjet çdo gjë. Dhe i thot: Rabbi, arini anzur ilejk. Zot, pra fola. E mori, domethënë, kishte mall, mas i foli, i ushtu më shumë. I zbriti Teurati dhe tha, kur u përkëdhela i me të mirat e Zotit. Pra Zoti afroi shumë. Kur u përkëdhel shumë me të mirat e Zotit, ai donte përkëdhelje dhe mirësi më të madhe. Dhe përveç fjalës që e mori e dëgjoi Zotin e gjithësisë, siç i takon madhështisë tij, ai i tha: Zot, më mundeso të shikoj ty. Po, kur them të shikoj ty, zemra me emocion më çfarë do më thot Zoti i gjithësisë, se ishte duke folur. Zoti i thot drejt, pa ekuivok, pa drejt, si pas Kuranit, lën të rani. S'më shikon dot Musa. Ti si Musa me këto parametra, me këto kritere njerëzore që ke, nuk më shikon dot mua. Po Musa e kishte me shumë dashuri dhe Zoti e din, sa i din çdo sekret, çdo gjë. Si e shfaqin diçka, si e fshin, i thot ke Zoti është transparent. Dhe kur ja pa dashurinë aq të madhe, o Musa tha, ti nuk më shikon dot, sepse po mpeti vdes. Fix. S'mundesh dot, sepse krijimi fizik është shumë i vogël për të pasur sunduesin suprem. Ai tha vëlla, o Zot tha, të shikoj ty dhe të vdes është më e dashur se të jetoj dhe mos të shikoj. E kishte nda mendjen vëlla. Pra, e quhet në vdekjen
kënaqësi të madhe po ta shifte Zotin e gjithësisë. Megjithse Zoti i kishte shpjeguar atij që Zoti i gjithësisë shifet vetëm në xhenet, se duhet të plotësohen kondicionet fizike, duhet të jetë vendi i duhur, sepse po flet për Zotin e botrave, Zotin e gjithësisë, krijuesin e universit. Krijuesin e universit që njohim ne, po imagjino krijuesin e çdo gjëje, që janë të pafundme krijimet e tij. Efekti në ringjallje me ndryshe që të ketë, edhe kur futesh në xhenet ndryshon prap, do shkojmë ndoshta. Nuk është i soj, vetëm fytyrat ka 4 lloj fytyrash derisa të shohësh Zotin në xhenet. Ka 4 lloj fytyrash. Ndryshon, progreson. Nuk është i soj. Atje progreson, edhe këtu progreson. Kan filluar me bon ndërhyrje, është një 70 vjeç ngjasi si 55. Me kaq që do shkojë edhe më shumë kjo punë. Jo, janë fazat për të shkuar në xhenet, janë 4 lloj fytyrash. Dhe fytyra kulminacioni është kur shohin Zotin e gjithësisë në xhenet. Por jemi këtu. Kur e tha që unë më mirë vdes dhe të shikoj, se sa të jetoj dhe mos të shikoj, Zoti Xhelle Xhelalu i jep një shans, po jo për ta pa, po si leksion. Walakin unzur ila al-jabal, tha o Musa, do ta kuptosh atë që ke kërku, shikon malin e madh, pra ti je i vogël fizikisht, je i dobët, shikon malin. Unë do t'i paraqitem atij, nëse ai e përballon, ti mund të më shohësh. Pra Zoti i gjithësisë do të më thonë një leksion Musas, alayhis salam. Undur ila al-jabal, fa in istaqarra maqanahu fa sawfa tarani. Nëse mali e përballon, ti do më shohësh mua. Musa alayhis salam harroi në mënyrë emocionale ç'a kërkoi dhe ç'a ndodh vllai dashur. Gjebrail Emini, la ilaha illallah, se ishte çasti papritur vëlla. Gjebrail Emini jep kushtrimin universal që Zoti Xhelle Xhelalu wa taqaddasat asma'u, i madhërishmi dhe të shenjtë dhe të bukura dhe të pafundme janë emrat dhe cilësitë e tij, do i paraqitet një robit vet në kodrën përballë turit, kodrës tur. Kjo ishte një ngjarje, imagjino Zoti, ke sot i president të shteteve të mëdha, i muaj para fillojnë përgatitjet. Shkojnë shërbimet sekrete, shkon shteti, shkojnë që të merren gjitha masat, mos ndodhi asgjë. Imagjino tani Musa kishte kërkuar gjë që ju duk të shoh Zot, po harroi kush është Zoti, domethënë kuptimin, po kërkon të shohësh Zotin e gjithësisë dhe ku në tokë me një planet mbarum, një planet vogël. Dhe kur erdhi kushtrimi nga Gjebrail Emini që Zoti Xhelle Xhelalu do i paraqitet kodrës se një rob i vet i dashur i tij e ka kërku për ta pa, fillon përgatitjet, ju hap Musa sa ty qielli i parë. Çat shikoi miliarda engjëj shumë të mëdhej që bëjshin tesbih, subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim, i lartësuar je vetëm ti o Zoti i gjithësisë, i falendëruar pafundje, u tremblla. Dhe ka ardhur Gjebrail Emini për ta qetësuar, tha o Gjebrail, unë kthehem nga ajo që thash. Se filloi të shikoj gjërat jashtëzakonisht. U hap qielli i dytë më i madh, engjëjt më shumë, qielli i tretë, qielli i katërt. Edhe trem Musa në kërkesën e madhe që kishte bërë. Për të parë cilin të përjetshmin e madh, krijuesin ton, krijuesin e gjithësisë. Edhe imagjino qielli 6, qielli 7. Qielli 7 kishte ca engjëj vëlla të jashtëzakonshëm. Imagjino pastaj vëlla arshin e engjëjt që mbarti. I madhështia pafundme. Musa u emocionu, vëlla jashtë mase, nuk po e përballonte ju drithë trupin nga ajo që kërkoi dhe nga skena. Dhe në çastin final i tha Zoti i gjithësisë, nëse kodra e përballon dhe mali, ti do të më shohësh. Në çast ka rënë tokë pa ndjenjë. Vllai dashur e kupton, pejgamberi alayhis salam ka thonë sikur Zoti i gjithësisë t'i heqi perdet e nurit të tij deri atje ku shkon shikimi i tij, e shkrin e bën pluhur çdo gjë. Jo të kërkosh ti më e pa. Ko Musa alayhis salam e justifikoi madhi Zot nga dashuria e madhe, sa i përndaj tha, o Zot, ti më mallëngjeve pafund me fjalën tënde, a mund të shikoj unë ty? Ti po më ledhaton mua, po më përgëdhele, po më jep mira pafund, a mund të shikoj unë ty? Dhe Zoti i gjithësisë dëshmi i dhënë një leksion atij dhe neve vëlla sot, se kjo mund të jetë dëshirë, pastaj që mund ta vazhdojshin njerëzit. Dhe Musa alayhis salam bie në tokë pa ndjenjë.
Dhe nuk kuptoi çfarë ndodhi. Kur desh Zoti i gjithësisë, pastaj u mbyllën qejt. Sunduesi suprem nuk po jepte as i shenjë më, erdhi Musa alayhis salam, vete. Shef vlla për mal, s'ka mal, mali ishte bo pluhur. E ka thonë fjalën e famshme. Subhanak. I lartësuar dhe i patmeta je Zoti i gjithësisë. Inni tubtu ilejk, të pendohem shumë tek ti. Thojnë pendohem për atë që kërkova. Disa komente janë pendohem për kërkesën që bëra. Dhe unë jam i pari besimtarve që dëshmoj që ti shifesh në këtë botë. Subhanallah. La ilaha illallah. Për këtë që i ndodhi këtu, thot pejgamberi alayhis salam, kur unë ngrihem nga gjendja e të fiktit i pari përpara të tjerëve, e shoh Musain në djathën e Arshit të Zotit, i cili po qëndronte i qetë. Dhe ndoshta thot ishte ajo që i ndodhi në Kodrën Tur, pra gjendja e të fiktit aty, një i fikët jo si ato që i ndodhin zakonisht njerëzve, i thellë shumë për shkak të ngjarjes së madhe vëlla që i ndodhi. Tani, ne nuk do ta shpjegojmë këtë tretën, por vetëm do ta themi. E para është që Zoti i gjithësisë, qofshim atij fal, do vi ditën e gjykimit siç i takon madhështisë me gjyku. Ka dhënë shembullin me Musan dhe Zoti do shifet vetëm në xhenet. Kur ta shikojnë besimtarët në xhenet, normal sa mund të kuptoj një xhenetli nga ajo që shikon, se Zoti gjithmonë, si kemi thënë, është i pafundit urinë vet, i pafund në hapësirat edhe në madhështinë që i takon, kështu që ne vëlla nuk kemi. Por që është edhe kulminacioni i kënaqësisë që njeriu ka në xhenet. Që këtu domethënë, pra ne flasim për gjithë bukuritë e xhenetit, për ushqimet e tij, flasim për bukuritë, flasim për çdo lloj gjëje, ama të gjitha para shikimit të Zotit bëhen zero në kuptimin e shkurtër kënaqësisë. Dhe çfarë bëri përshtypje me Musain? Se kjo është një fe, domethënë që ti dhe unë domethënë ngecemi te argumentet, se është shumë e fortë. Momentin e tregimit, rasti i Turit mund të kenë qenë disa vite më vonë, ky tregimi i ditës gjykimit mund të jetë te sahabët kur është treguar se ta jetët kuranore, janë vite më vonë dhe nuk gjen asnjëherë kundërthënie. Pra në jetën e 23 vjetëve, ti nuk gjen kur kundërthënie. Po di çfarë më shtoi kur më thonë të goja? U ktheva ke se drejtun mund të ha. Aty ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ngjitet lart dhe thot Allah ndryshe nga Musai, shikimi i tij nuk te i kaloi. Po. As nuk te i kaloi, as nuk e teproi. As nuk teproi. As në kërkesa, as në gjëra. As i rujti kufit maksimal. Në momentin që do të flisë, prandaj po të shikoja dhe më kapi buzëqeshja edhe më herë fillova ta shkruaj. Po. Si drejtul mund të ha tregon domethënë në nivelin e asaj. Ne kishim lënë dhe pikat. Po, nuk ka se shkoi 50 minuta valla. Nuk kemi lënë dhe pika të tjera, por për momentin sa don sabau. Sa? 25 minuta. Sa je në Instagram? 2750. Mashallah, 1100, 1000 jemi këtu. Mundet të më thënë pak tek pjesa tjetër që mund të kemi vetëm një moment. Mund ta sugjerojnë tema valla që i duan vëllezërit e motrat, kjo do ishte. Mund ta sugjerojnë tema, mund të jetë një nga temat për shkak mund të jetë edhe historia e Musait, se nga pak e cekën, po ajo është. Historinë e Musait e kemi në 10 ditën e fundit. 10 ditën e fundit. Historinë e Musait mos e përmendni se që ka regjistruar 10 ditën e fundit. Inshallah. Një histori thot Fat Huseini, një histori për Jusufin alayhis salam. Zoti shpërblef, thot hoxhi nderuar, Elvis Naxhi selam aleikum, Tetov në Berlin. Pra është një vëlla nga Tetova. Tetova sa na thanë rasti kaloi 97%, 97-98%. Mashallah, Zoti i ruaj gjithë vëllezërit shqiptar në Maqedoni, Kosovë, kudo që janë, ja bof Zoti dritë jetën e tyre, familjeve të tyre dhe çdo kujt që e don Zotin e gjithësisë. Tani, me gjithë këto pjesë të bukurisë, ndërkohë që njerëzit vazhdojnë shkruajnë selame dhe nga vendet nga ku janë, selam aleikum nga Austria, nga Elbasani, nga të gjitha vendet. Mashallah. Dhe vazhdojnë akoma të shkruajnë. Zoti ja shpërbleft. Temën që dëshirojnë ne do t'ja plotësojmë. Shumë kërkojnë Jusufin, shumë kërkojnë Sulejmanin. Se di, nuk e di vëlla. Historinë e Nuhut thon. Edhe historia e Nuhut në fakt në historinë e Nuhut alayhis salam nuk e kemi trajtuar. Duket se kemi trajtuar. Po. Lavdim sute, historia e Nuhut.
Është goxha interesante dhe ajo. Thot Arton Halimi, thot Allahu shpërblet Elvis je për mashallah. Inshallah, o Zot, inshallah. Kështu dukemi vëlla, po jemi kështu 100%. Kemi dhe ne provat tona, inshallah. Aqif Mehmeti thot një histori për xhenetin, thot na e bëni dhuratë për Amazon. Inshallah, inshallah. Jo forma, na e bëni dhuratë për Amazon, shumë interesante. Tamam, Zoti ja shpërbleft. Inshallah. Na futën në një gjendje të jashtëzakonshme me ditën e gjykimit, na futën në një gjendje të jashtëzakonshme me dashurinë e Musait, na futën në një gjendje të jashtëzakonshme tek pjesa e xhenetit kur shohim Allahun. Tu s'mdel as i mesazh, çka ka ndodhur? Jo, e di që om rregull, po mulla. Te telefoni? Ke Instagrami këtu. Historinë e Sulejmanit thot Albanot Shabani thot historinë e Sulejmanit dhe kemi lënë që të jetë 10 ditën e fundit. Pra Musai, Sulejmani thot historia e Sulejmanit e kam dhënë. Po. Thot Elvisi në 10 ditën e fundit. Historia e Nuhut thot prapë Emine Ismaili. Ne që nuk falemi thot do fitojmë xhenetin. Ai që s'falet normal që mund të ketë vepra të tjera që e çojnë në xhenet dhe ne s'do të bëjmë gabimin që të themi vetëm ai që falet shkon në xhenet. Por Heralori, Velia është ky që e bën këtë pyetje, namazi është pyetja e parë që do ndodhi në ditën e gjykimit. Prandaj vllai i dashur, pyetja e parë kur të të pyesi Zoti a je fal, duhet i thush që jam fal, sepse nga 5 minuta në ditë vetëm çdo ditë do t'ja kushtosh atij që të dha 24 orë me 5 falje namaz. Qofse ti je agjërueshëm edhe bën gjithë këtë sakrificë gjithë ditën, namazi është më i lehtë. Dhe nuk ka kënaqësi shpirtërore, nuk ka gjë më të bukur se sa 5 herë në ditë, edhe duhet ta kemi për nder të madh, vllai i dashur, që 5 herë në ditë ne kujtojmë Zotin e gjithësisë. Nuk ka gjë më të bukur, nuk ka gjë më të admirueshme se sa 5 herë të marrësh abdest, pastrohesh, edhe ta pastrohesh dhe shpirtin duke e përmend Zotin e gjithësisë. Inshallah Zoti na çon të gjithëve në xhenet, po me namaz, me agjerim, me vepra të mira sa më shumë. Është interesante, njëri thot Rexhepi Feti thot temën e Musait që tregove thot i mbylla syt, ju dëgjoja vetëm si zemër dhe si zot dhe sa bukur e përjetova thot Allah. Inshallah e përjetojmë dhe realisht vëlla kur të jemi para Allahut më të mëdhenj. Një vëlla na thot Selamu alaikum, o nderuar, na trego për historinë e Ibrahimit alayhis salam, si e rindërtoi Ka'ben. Po. Duat më. Po. Një histori për ditën kur të takojmë Allahun e gjithësisë në xhenet. Te që ne dojshim me trajtu pak sot, po koha s'na përjetimet thotë e xhenetit dhe xhenemit. Një tjetër, historinë e Nuhut. Po sepse nuk është trajtuar thotë në vitin që kaloi. Mashallah. Mashallah. Edhe Daudin më kërkojnë, thot nuk është trajtu, thot. Se kemi trajtu Daudin, duket se po. Jo, edhe Daudin jo. Sulejmanin. Po, Sulejmanin. Po nëse do trajtojmë Sulejmanin, e fillojmë me Daudin alayhis salam. Tani, me thonë drejtë nga gjithë temat, nuk e di a janë dakord vëllezërit dhe motrat, se hapim ne nga tema, nga ide, kalojmë degën tjetër, nga ato që kam taku, që vjen rasti hajmë në iftar dhe kështu, kanë pëlqyer shumë historinë e Jupit alayhis salam. Po, me thënë drejtën është një historitë më të bukura. Nuk e di a jeni dakord vëllezër motra që na dëgjoni, por nga ato që kam taku në iftar që takoj çdo ditë kështu, ka bërë shumë përshtypje historia e pejgamberit madh në fakt e Jupit alayhis salam. E shohim që kene e kam menjonin një dete, nuk kam për ta tregu, jo. Nuk e mrapa valla. Jo, nuk kam. Ja di ai se ka bëu vet komendin, po nuk kam për ta tregu, jo, deri në fund të Ramazanit. Inshallah, valla, historia e Jusufit. Ka për jetën e Berzahut thot një tjetër. Një vëlla thot selam, një dua për çlirimtarët e Kosovës, Zoti i beqatoft gjithëve. Zoti ja liroft hallet dhe problemet. Një tjetër thot për Nuhun alayhis salam. Thot për Asien, gruan e faraonit, diçka thot. Po,
që mos të dalim, do thënë se 46 dhe ne jemi tek pjesa e sabaut. Gjitha jo pjesa e bukur e xhenetit, të gjitha do jemi me lutje, të na bësh një Po, dua që ta inshallah. mbyllim. Po për ne Horiçi qetësohem, kështu që. Jo, s'ke faj. Ne në gjithë motore, i ke parasysh në visi punon me bateri, pa unë të direkt nga njëra gjendje tjetër. Po. Shenjat e Kiametit thot dikush tjetër. Një hoxhi historinë tate kur ishte në Mekë, thot një tjetër. Medinë kam qenë, mos e kanë për atë që pa ëndrrën ai vllai. Selam nga Finlanda. Për Ismailin alayhis salam thot një tjetër. Popullin e Hudit dhe të Adit. Mashallah. Bëjmë duan të shkurtër vëlla? Po, inshallah ta mbyllim se tash erdhi koha sabahut. Folëm për shumë gjëra të bukura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salati wa tamu taslim ala nabiyina Muhammad. Falënderimet i takojnë Sundjusit suprem të këtij universi, përshëndetjet mbi pejgamberin Muhammed alayhis salam dhe mbi gjithë njerëzit e ndershëm dhe të mirë deri në ditën që do të dalim përpara Sundjusit të gjithësisë. I madhi Zot, jemi në këtë Ramazan të begat, kemi hyrë në kohën e agjerimit dhe shpresojmë i madhi Zot në gjithë këto ditë që kanë kalu, sa do pak ti t'jesh kënaqur me ne. I madhi Zot, në qoftë se je kënaqur me ne, të kërkojmë i madhi Zot na pastrosh nga gjinafet dhe të bëhemi si engjëjt e qiellit. Na i falësh gjitha gjinafet e jetës tonë, të mëparshmet edhe më të mëvonshmet, të voglat dhe të mëdhajat, ato që ne i dim edhe ato që ti i din më mirë se sa ne, o Sundusi supremi këtij universi. Jemi sot në këtë podcast, jo për të tregu Zot që ne jemi të pagabushëm, ne dhe vëllezërit dhe motrat që na ndjekin. Jemi realist ndaj teje i madhi Zot. Ne mund të bëjmë çdo gjë edhe mund t'ja hedhim njerëzve, po Sundusit suprem që jeti nuk ja hudh dot askush. Sa do të paraqitesh si i mirë, nëse nuk je din që ai njeri që hiqet si i mirë nuk është i tillë, pra është i keq. I madhi Zot, ne këtë e pranojmë dhe nuk bëjmë hipokrizi me të bërë si më të devotshmit e botës. Për këtë arsye i madhi Zot, të lutemi për mëshirën tënde të pakufishme. Të lutemi të na mbulosh me të mirat e tua i madhi Zot. Deri në këto çaste i madhi Allah që po lutemi, nuk kemi pa asnjë të mirë vetëse nga madhështia jote. Ti je ai që na krijove, ti je ai që i krijove prindrit tan, ti je ai i madhi Zot që u kujdese për ne në barqet e nënave tona, ti je ai i madhi Zot që na nxorën të jetojmë këtë tokë, ti je ai që i kishe përgatitur gjitha kushtet i madhi Zot dhe sinkronizove fëmijën që rritet në barkun e nënës me të gjitha kushtet që ti ketë për jetesë kur do të dali prej saj. Nuk kanë fund të mirat e tua, o Allah i mallnushëm, për krijesat e tua. Ne e kuptojmë dhe e dim që jemi të rrethuar dhe të përkëdhelur me miliarda mirësi nga madhështia jote, o Zot, na i ruaj ato mirësi dhe na i shtoh. O Allah i mallnushëm, na i ruaj mirësitë që na ke dhënë dhe na i shtoh. Neve dhe gjithë vëllezërve dhe motrave që na ndjekin dhe gjithë umetin e pejgamberit Muhammed alayhis salam dhe çdo kush që të beson dhe të nderon, o Sundusi suprem i universit. Lutemi i madhi Zot, na i mëshirosh, na i falësh, na i hudhësh mbi to mirësitë pakufishme ndaj baballarëve dhe nënave tona. Ato të cilët kanë ndru jetë, ndriçoja shpirtin atje ku e kanë, qofse janë në mirësi, shtoja mirësinë, e qofse janë në dënim, ndroja dënimin i madhi Zot në këtë muaj të bekuar dhe bëj ato të gëzuar dhe në shpërblimin tonë. O Zot, arsimoj, bëj të moralshëm, fali dhe mëshiroj të rinjtë dhe trejat tona. Ruaj madhi Zot ato nga çdo vesë në botën e virtyteve, nga ignoranca në dije dhe nga errësirat në dritë, o Sundusi i madh i gjithësisë. Fëmijët tanë që po rriten bëj dietar, shkencëtar, hafiz Kuranit, famlart, ruaj madhi Zot ato nga çdo e keqje, sepse sfida të mëdha kanë përpara. O Zot, na mundson neve të jetojmë si musliman të mirë dhe na bën të vdesim me fjalën La ilaha illallah, dhe kur t'japim shpirt i madhi Zot, ti t'jesh i kënaqur me ne. O Zot, në ditën e gjykimit na bashko me pejgamberët dhe me njerëzit më të devotshëm dhe të mirë. O Zot i madh, na vi libri nga e djathta i mbushur me vepra të mira. O Zot i mallnushëm, na ditë jemi me 0 gjinafe dhe njerëzit më të lumtur, o Zot, në ditë. Na mundson neve librit na vi nga e djathta me vepra të mira, peshorët jenë të mbushura me vepra të mira
dhe ta kalojmë i madhi zotur në siratit sa më shpejt për të futur në xhenetin tënd e për të ruajtur nga zjarri i xhenemit. O Zot, na furnizo pa llogari në këtë botë dhe në botën tjetër. Na jep mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër, na ruaj nga zjarri i xhenemit. O Zot, na fal neve, prindrit tanë dhe gjithë besimtarët në ditën kur do të bëhet llogaria. Amin, 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 ja Rabbel Alamin. Amin. Allah të shpërblift. Amin, edhe ju. Shpresoj të kemi një agjerim të lehtë të pranuar. E Zoti ju ruaj të gjithëve. Selam aleikum. Shihemi në podcastin e radhës.